Përshëndetje Suzana, mirë se kemi ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund të thoni diçka për karrierën tuaj nga fillimet e deri sot? Përshëndetje Turi dhe të falenderoj për interesimin tënd për të bërë këtë intervistë. Quhem Zhuzhanna Sulejmani, në shqip Suzana Sulejmani, dhe kam lindur në Ungari. Unë kam mbaruar shkollën e lartë për ekonomi, për bizneset e vogla dhe faktikisht kam punuar 7 vjetë në fushën e financës në Ungari. Dhe për herë të parë kam ardhur në Shqipëri 97 nëntor. Dhe ishte një festival paqes, duke qenë që kam qenë antare andeja Federata Familjes, bëra pjesë edhe këtu, edhe aty kam njohur bashkëshortin tim të ardhshëm. Unë në 98 kam lënë profesionin tim dhe vendosa që ju bashkova me programet e Federatës së Familjes në Budapest. Dhe atëhere kam bërë pjesa e aktiviteteve shumë vendet e Evropës për 2 vjetë. Më shumë ishte si bledje fondacionesh, por ne kemi vizituar shumë qytete dhe ishte një pjesë ime e formimit e brendshme. Pastaj në 2000 vendosëm me bashkëshortin tim që të vim në Shqipëri, edhe arsye ishte pikërisht sepse ai ishte më kollaj për të vazhduar studimet në fushën e mjekësisë. Dhe pastaj largova pak, por u lindën fëmijët në Ungari, u ktheva në 2005 edhe mund të them që nga 2005 pjesë unë jam në Ungari si turiste, domethënë duke qenë që jetoj këtu në Shqipëri. Në 2010 kam filluar të merrem me aktivitete Federatës Shqiptare të grave për paqe botërore. Jam koordinatore për qytetin e Fierit, por duhet të theksoj që unë asnjëherë nuk punoj ose nuk kam vepruar si një OJF pavarur, sepse gjithmonë jam në lidhje dhe orientuar nga programet dhe nga objektiva, strategjitë e zyrave kombëtare dhe ndërkombëtare të Federatës. Kjo është për karrierë deri tani. Po atëherë juve flisni disa gjuhë të huaja. Si ju kanë ndihmuar ato në jetën tuaj? Unë si shumë në blokun tonë lindor kam filluar me rusisht, por si detyrueshme ka qenë. Pastaj me zgjedhje shqyr kalova te frëngjishtja në shkollën e mesme dhe në shkollën e lartë. Sot, më thonë, që kur kam mbaruar shkollën e lartë nuk përdora fare, por suese, kështu që frëngjishtën e kuptoj deri diku, po nuk e përdor. Pastaj kur fillova të punoja, edhe takoja me Federatën, aty kishin shumë të ftuarit të huajt, edhe misionarët, dhe ndjeva shumë që mungesën e gjuhës anglisht, dhe duke punuar, mora një libër dhe kaseta, edhe e kam mësuar vetë anglisht nga libër dhe kaseta, duke praktikuar patjetër gjithmonë me të huajt. Kjo ishte për mua një vetë angazhim, por besoj se arrita. Edhe sot përdor 3 gjuhë, nga mëngjes deri darkë, në çdo moment, gjuhën anglishtes, shqipes dhe ungarishten. Nuk jam përsosur nga gjuha shqipe, kërkoj ndjes nga publiku, sepse kaq kam arritur, për shumë kohë të gjatë nuk kam patur një mbështetje vazhdueshme për të mësuar gjuhën shqipe. Kishte edhe në fillim ishte vështirë se në 97 nuk ekzistonte një libër në 2 gjuhë, anglisht dhe shqip njëkohësisht për të mësuar gjuhën, vetëm shqip. Në ato lloj libër kam marrë në dorë. Kështu.
Por mendoj që njeriu nëse nuk ka në dispozicion gjuhë të tjera, sidomos aty ku ndodhet, atëherë është i humbur. Kështu që është shumë të nevojshme që të di gjuhën ku jetoj njeriu. Sa e rëndësishme është familja për ju? Familja, unë mendoj që pa familje jeta nuk ka kuptim, do thosha, sepse patjetër ekzistojnë marrëdhëniet shoqërore, por ato sikur ka një kuptim dytësor. Bërthama është familja njeriu, se një njeri mund të shkojë ku të dojë në botë për të jetuar, por ajo që është i njëjtë thelbi që nuk jetoj dot vetëm. Njeriu me marrëdhënie shoqërore dhe familjes është gjithmonë ngjellet shumë të rëndësishme. Dhe kështu mendoj për familjen, që pa familja mund të ketë angazhim shoqëror sa të duash, po nuk pati një familje që të pret kur baron punën jashtë, pothuajse jeta nuk ka kuptim. Çfarë do të ndryshoni sot ju në Shqipëri? Po ta kishin dorë. Po ta kisha dorë, shpeshher kam menduar, duke qenë që në mendjen time pa dashje krahasoj gjërat, normalisht mes Shqipërisë dhe Hungarisë. Do të thosha që unë në radhë të parë do dëshoja sistemin e edukimit. Ekziston në botë, në shumë vende të tjera, si për shembull Shtetet e Bashkuara, por edhe në Hungari, një angazhim jashtëkollor, që është nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët është një kërkesë ndaj tyre nga ana e shtetit për të bushur, për të bërë disa orë për favorin, për ndihmën e komunitetit. Dhe kjo, domethënë, shteti përgatit një listë aty shoqatat, institucionet që mund të pranojnë në programin e tyre pjesëmarrjen e nxënësve, edhe nxënësi zgjedh edhe është përcaktuar ato ora për një vit. Në Hungari ishte, mos gaboj, për 4 vjet ka qenë 100 orë për shkollën e mesme, flasim. Ekziston një librez që shkruhet çdo orë që është... Unë mendoj që ajo jep shumë avantazh edhe për shoqërinë që ndërgjegjësohet më shumë ndaj nxënësve për të ndihmuar, por edhe nxënësit mësojnë sipas dëshirës së tyre, se mund të shkojnë në teatr, mund të shkojnë në bibliotekë, ku të duan ata. Në shërbim të komunitetit. Vetëm për shembull, kërkojnë që për rregullimi librave, apo çfarë ka në programin e punën e tyre që mendoj që mund të ndihmojë një nxënës ose një student. Kjo mund të bëja patjetër, dhe gjithashtu do forcoja marrëdhënie bashkëpunimit mes shkollat dhe organizata ndërkombëtare që kanë filial regjistruar në Shqipëri, që kanë programin e tyre në përputhje me ligjin shqiptar dhe statutin shqiptar. Unë patjetër që të lejoja një bashkëpunim të fortë, sepse sot kjo nuk ekziston në Shqipëri. Është shumë e vështirë nëpërmjet një rrugë shumë të gjatë derisa të arrish të shkosh në shkollë shtetërore për një aktivitet 1 orësh. Domethënë, kjo për mua është vërtet bllokon, edhe vështirëson, edhe do ishte ndihmë e madhe për mësuesit, sepse ata nuk arrin dot që të bëjnë çdo gjë për nxënësit. Kjo do ishte dyta, në radhë të dytë. Unë masivisht do të zhvilloja fshatin shqiptar, sepse jo vetëm infrastrukturën, por është një problem shumë e madhe në nivelin botëror, është ambienti, dhe për çdo gjë që ham. Pra, unë do promovoja dhe hapja gjerësisht agrikulturën, apo bujqësinë biodinamike, organike dhe gjithashtu agroekologjinë, absolutisht. Pastaj, tretë që unë do bëja në Shqipëri është që ekziston në Hungari më shumë se 2 dekada, do ndihmoja
me mbështetjen e shtetit, patjetër instalimin e paneleve diellore në çdo shtëpi, banesë private. Dhe ato çfarë po ndodh, ato energji që është prodhuar, kthehet në sistem dhe ul shpenzimet e konsumatorit. Kjo ekziston, siç thash, në Hungari më shumë se 20 vite. Është një gjë shumë e mirë edhe Shqipëria ka shumë potencial për këto dhe mundësi. Pse jo? Dhe edhe të fundit, së fundmi, për në këto pyetje është do thosha që do të hulumtoja një çik çfarë probleme ka pronarëve për ndërtesat që janë baktisur ose gjysmë mbaruar. Sepse shëmtojnë shumë Shqipërinë, një, dyta, shteti mund të vinë në favor për ndonjë, të krijojë shteti një marrëveshje me pronaret për përdorimin ose për të mbaruar ato ndërtesat, edhe në ligjit që mos të lejo ligji që mos mbarojnë, të ndërtojnë, fillojnë dhe atë shikosh 50 vite në një skelet. Shumë, në më tonë, shëmtuar. Këto janë. Shumë interesante. Mund të thoni pak për njerëzit më të famshëm, mund të flisni, më të famshëm që ka Hungaria. Ka Hungari. Që ka pasur Hungaria. Patjetër. Doja të filloja me bretin Shën Stefan. Ai ka qenë në pushtet drejt fundit të milenimit të parë dhe në fillimit të milenimit të dytë. Edhe breti Shën Stefan ka patur një rol shumë rëndësishme për integrimin e Hungarisë në Evropën krishterë. Duke pranuar besimin krishter, e bëri mundur që Hungaria u bë një shtet pranuar nga shtetet e tjera. Kjo ishte njëra nga merita më i madhe që e ka bërë Shën Stefani. Kurse doja të përmendja djalin e Janos Hunjadi, që tashme njihet në Shqipëri, gjerësisht, në lidhje me Skanderbeun. Djali i Hunjadit, breti Mattia Corvini, ka qenë famshëm në Hungari për shkak sepse ka ngritur një obor kulturore në nivelin evropian në Hungari. Ai kishte martuar me Beatrice nga Italia dhe ajo ka sjell shumë nga kulturën e saj. Dhe doja të përmendja edhe një gjë tjetër në ligje me bretin Mattia Corvini, që kishte një bibliotek shumë të famshme, Corvina, që një koleksion pasur në nivelin evropian. Është akoma? Jo, kur erdhi Perandoria Osmane, kanë vjedhur shumë dhe pas shumë shekuj, akoma sultanet kishin dhuruar si dhurat për shtetet e tjera, librat nga biblioteka e breti Matiasit. Ai kishte në fakt një lidhje me mua personalisht. Palati dhe kalaja e breti Mattia ishte në vendlindjen time në Vishegrad. Ndoshta publiku ka dëgjuar këtë emër si emri grupi i Vishegradit, që ka futur në politik, 3 vendeve që ka grupi i Vishegradit, Poloni, Çeki dhe Hungari. Dhe këto ka marrë sepse në këto takimi i parë, 3 vendeve ishte pikërisht në qytetin Vishegrad, Hungarisë. Pastaj kemi patjetër shumë të tjera që janë për të përmendur. Ishtvan Sejçeni ka ofruar të ardhurat vjetor për zhvillimin kombëtar, ka reguluar transportimin dhe ka ndërtuar urën varur. Jam sigur që shqiptarët që kanë vajtur në Budapest kanë parë këtë urën e varur, gjithashtu shtatin e lumenjve, pastaj Lajos Kossuth, që me formimin e tij ka qenë juridik, avokat. Por
Ai u bë udhëheqës revolucionar te pavarësisë, luftet, për pavarësinë nga Habsburgët, ka perandoria Habsburgët në 1848-49. Dhe ai gjithmonë në një farë mënyrë është simboli i lirisë në Hungari. Lajos Kossuth. Mund të përmendja gjithashtu Shandor Petöfi. Shandor Petöfi ka një shtresë që ka dëgjuar në Shqipëri, se kanë pyetur edhe bashkëshortin tim në hyrjen e specializimit në provim, kishte një pyetje kush ishte Shandor Petöfi. Është një poet ikon në Hungari. Gjithashtu ka qenë pjesëmarrës, nxitëse dhe ndihmë shumë e madhe për këto revolucionin që përmenda më parë, që ishte për shfuqizimin e feudalizmit në Hungari. Ishte një revolucion shumë e rëndësishme që ka nisur për shembullin e revolucionit francez të madh, si me ideologjinë. Dhe është edhe një person tjetër që mund të përmendja, Ferenc Deak, që do dëgjojnë shqiptarët nëse do shkojnë në Budapest, edhe në metro do kalojnë nëpër lagja 5, lagja qendror, stacioni Deak ter, sheshi Deak. Ferenc Deak ka qenë një avokat juridik shumë i zoti, quhet në Hungari i urti i adheut si person. Kjo emër ka përfituar në Hungari, për shkak sepse pas revolucionit 1867 afërsisht rregullonte marrëdhëniet me oborin e Habsburgëve austriak në mënyrë paqësor dhe me mençuri. Dhe për shkak ngeli, domethënë, mori përsipër këto emër, fitoi emër që e urti i adheut. Kemi pastaj për letërsinë dhe gjithashtu Ferenc Kölçei, mund të përmendja, është autori i himnit kombëtar hungarez, që gjithashtu ngriti shumë moralin, ndërgjegje morale në Hungari. Është edhe famshme për këto. Kështu që Janusz Aranj, më shumë ishin burra që kam përmendur deri tani, patjetër kemi edhe disa zonjë të famshme, si Therese Brunswick, e të tjera. Ju jeni lindur në Hungari, po, si e ndjeni vetën sot? Në Shqipëri? Në Shqipëri, jo. E ndjeni vetën shqiptare, hungareze? Aha. E keni qenë paragjykuar në Shqipëri? Se keni ardhur në të shtatën, po atëherë të huajt ishin pak shikoheshin ndryshe, jo si sot. Jo, në fakt doja të thosha që tregoja që asnjëherë nuk e kam ndier ndonjë paragjykim nga ana shqiptarëve, madje sjell në kujtim ato mikpritjet dhe pranimet jashtëzakonshme që shqiptarët gjithmonë më kanë treguar. Nuk e di që kjo ishte si është formalitet për shqiptarët, apo ishte edhe brapa ndonjë ndjesi të vërtet, por për mua ishte një përjetime, një përvojë pa provuar në vendet e tjera, si ka ndodhur në Shqipëri. Edhe deri sot nuk e kam ndier që sikur më trajtonin si dikë që nuk i përkat kësaj vendi. Kështu që unë falenderoj për këto shqiptarët. Ju keni disa aktivitete kohët e fundit, po dhe më përpara, mbi aktivitetin fizik njeriut, e ndërthurur me aktivitetin shpirtëror. Mund ta thoni diçka për këto dhe a keni botime që mund t'ia tregojnë publikut? Po, unë në 2013, për shkak të shëndetit tim, kam gjetur në internet rastësisht një libër që shqyqyr që dikush pa leje e ka shkarkuar në internet. Dhe unë mora pastaj dhe ishte një gjimnastik për gratë
gjimnastik hormonale nga Aviva Gabriela Steiner. Ka qenë një balerin dhe fizioterapista me vonë, se kur baloj karierën ajo edhe vazhdoj në fushën e prap lëvizjes. Ajo ka zhvilluar gjatë 27 viteve një serial gjimnastikve shumë të veçantë. Dhe kur Livia Tot nga Hungaria takoj nëpërmjet një shok, sepse Gabriela Steiner, kur ishte 16 vjeç, ajo ishte hebre dhe ka marrë me fëmijë të tjerë në Izrael. Dhe aty studioi, aty jetoi sepse prindërit e saj ishin vrarë nga nacistët. Dhe kur Livia Tot nga Hungaria, një mësues edukimit të shëndetit, ka takuar prapë për shëndetin e saj, ka kërkuar me metodën nëpërmjet një shokut, vajti në Izrael, takoi me Gabrielen dhe Aviven dhe ka mësuar këto metodën, ka sjellë në Hungari, ka hapur Fundacion Aviva, që të jetë themeluar institucionalisht, sepse Aviva Gabriela, pavarësisht se ka zbuluar lëvizjet që e ndihmojnë shumë problemet dhe zgjedhin shumë probleme të grave, vetë nuk e ka krijuar një institucion. Ka bërë 2 herë botime. Libri i parë është përmbajnë serialet që janë për metodën e thjeshtë dhe metodën e shkurtruara. Janë ilustruar të gjitha lëvizjet me foto dhe me përshkrim. Në fillim flet edhe tregon doktor Zoltan Kovac për mekanizmat e veprimit të gjimnastikës. Jo vetëm si është një shpjegim mjekësor, por që ai vetë trajner, ai vetë ka provuar, edhe sot në klinikën e saj për ginekologjinë natyrale, quhet në Hungari, promovon shumë. Dhe jo vetëm ai, por ndihmon edhe për përhapjen, ka bërë një studim që ka dalë vitin e kaluar. Së shpejti do të publikoj studimin kërkimore zyrtare në faqen time, që është ritëm alternativ, kështu quhet, edhe mund të gjejnë interesuarit. Kam bërë gjithashtu përktimin e librit dytë është për adoleshentet. Domethënë, këta janë serialet e vetë për të përshtatur, kjo është për të përshtatur për moshën e të rinjve. Kurse do të përmend një libër tjetër që nuk është nga këto gjimnastika Aviva, por është me titullin Sistemi i gjëndrave, dhe ky libër përmban një metodë të shëndetit shumë të lashtë zoroastriane, dhe këto quhet komuniteti Mazdazdan, që kryesisht zhvilluar në Gjermani dhe edhe në Hungari gjenden, kanë faqen e tyre dhe përmban shumë praktike thjesht. Dhe ata që kanë qenë dikur dojnë në pjesë e mjekësisë, por si është e kanë eliminuar, nuk ekziston më si, por që ata ndihmojnë. Për shembull, përdorimi i ujë me krip të ngrohtë, ujë të ngrohtë me krip, nuk do të përshkruar shumë të shkojë deri te sëmundjet, por libri e ka brenda si një shembull. Kalojmë pak tek audiobooks. Çfarë mendoni për këtë lloj alternative të dëgjuarit të librave? Mua, të them të drejtën, unë jam shumë pro dhe konsideroj si gjë shumë e vlefshme dhe praktike në ditët e sotme, sepse njeriu edhe kur urdeton mund të dëgjojë një libër, ose njerëzit që janë verbër, si është nuk arrin dot, nuk kanë kohë që të marrin librat. Në Hungari janë grupuar, janë antarësuar
shumë njerëz në këto grupet e Facebookut, mbi 6.000 që janë në përdorimin e audiolibrave dhe një gamë e gjerë librash. Dhe unë kisha para ca vitesh ideja për realizimin në Shqip, po kur zbulova që ekziston tashme, unë gëzova jashtë mase, them të drejtën. Edhe kam plan që një ditë do të bëja edhe librat e mia në këtë formën. Jemi në fund të bisedës. Çfarë mesazhi keni ju për shqiptarët edhe për publikun pak më gjerë? Mund të thoni të ndonjë mesazh në hungarisht, nuk ka. Edhe pastaj ne përkthemi. Po, shumë shkurt do jem. Më pëlqen shumë idenë që njeriu të tregoj dhe me veprat, jo vetëm me fjalët, ato që ka, dhe kështu që thënie që mos u bëj i mençur vetëm me fjalët, por edhe me veprat, më pëlqen shumë, edhe vetë reflektohem shpesh që njeriu duhet lënë diçka për pasardhësit, që realisht u vjen në dihme një ditë. Edhe këto po mendoj që edhe gjithashtu mundohem. Kjo më jep forcë dhe motivon çdo ditë. Shumë faleminderit për intervistën. Ju uroj suksese. Gjithashtu.